Para fare ato zakonisht ndodh që edhe mund të rikthehen. Edhe rikthehen. Shansi ka, flasim ku jemi tash. E dyta, dëshkimi ishte goxha i lehtë. Plus ne kemi pasur raste me sfida që realisht unë bisni diçka. Pra ne humbëm sfidën që të merrni murime nga familje. Dhe nuk e humbëm për Kristit. Dhe nuk u ndëshkua. Unë flas për to që kam qenë. Jo, se kam pa, jo, realisht se kam pa. Gjithmonë do ketë një person. Gjithmonë do jetë dikush që do e prish. Mund ta kisha prishur unë lojën. E prish lojën. Kisha prishur punë dhe vetes. Shiko, e prish lojën, por nuk zgjedh të bësh negative dhe shpirtëzime të tjerë. Kjo është diferenca. Gjithmonë do duash do duhet të bësh negativ që të bësh negativi do jetë gjithmonë në pozicion. Do jetë gjithmonë. Sepse ikën Kristi ja do shofësh dikush tu do e bëj. Të gjej formën mos e ka forma të lezetshme për t'i prish lojrat. Ka goxha. Mendon ti Stenalo? Unë prandaj them Lornës që Kristi, në thojse gjithmonë është një e keqe e domosdoshme. Është gjithmonë ai rol. Po, absolutisht. Po. Është një pozicion. Në pozicionin e kanë patur edhe në klasën tonë. E kanë patur edhe në lagjet tonë. E kanë patur edhe në çdo rrethan ku jemi. Edhe kur janë 5 veta, një nga ata 5 veta është mund çamaro. Patjetër. Jemi me gojën nuk. Dhe madje, nëse je dakord me mua Stenaldo, ai e shtoi dozën sepse rrezikoi për pak ditë ta humbiste pozicionin negativit. Pra erdhi moment erdhi një person që kishte një fizik më të vështirë për të ballafaqur negativitet. Dhe imagjino që neve menduam ose unë të paktën duke bërë këto aritmatikën kush mund dalë në minim, unë mendoja që Kristi ndoshta smerte as edhe një votë. Po.